Djar Vokri ka vendosur të përfaqësojë Shqipërinë në vazhdim, për këtë u ftua nga Alban Bushi te përfaqësuesja U21 duke lënë Kosovën. Trajneri i Kosovës U21 ka shpërthyer ndaj Vokrit, kështu ka treguar prapaskena që sipas tij ka ndodhur më parë në ekipin e tij. Djar Vokri ka kërkuar vend të garantuar në formacion, gjë që s'ka gjasa as për të dhe as për ndonjë tjetër. Është e padrejtë të kushtozohet fanella dardane. Ka thënë pse po e shtini Sadriu në vendin tim, a flitet kështu për bashkëlojtarin, unë dhe të gjithë kemi vetëm vdekjen të garantuar, asgjë tjetër në këtë jetë. I trajtoj të gjithë të barabartë, nuk bëj hile kurrë. Mund të gaboj, por jo me qëllim. Për mua primare janë rezultatet dhe fanellat dardane. Menaxherët po i shkatrojnë futbollistët për interesa personale. Në ndeshjen ndaj Turqisë, nga 5 rivënje të autit, 4 ja mori arbitri sepse i ekzekutonte gabim. Nëse Bushi ja garanton vendin ja paft hajrin, vetëm të mos kërkojë të kthehet te dardanët si shumë të tjerë viteve të fundit. I uroj suksese Djar Vokrit, u shpreh Toverlani për duelin sportiv. I njëjti trajner e komentoi këtë lëvizje jo vetëm te një media në Kosovë. Djar Vokri nuk ka të drejtë me zhvillu ndeshje zyrtare me Shqipërinë deri në përfundim të Evropianit, sepse ka pasur paraqitje për Kosovën. Është e drejtë e tij me zgjedh ka po don e çfarë po do, u shpreh për Index Online.